Kosova ka qeveri, e cila është qeveri në detyrë dhe e cila i ka kompetencat e kufizuara me nenin 31 të ligjit mbi qeverinë. Ajo çfarë Kosova nuk ka është parlamenti, kuvendi i Republikës. Unë çdo herë shkoj aty që ta konstituojmë kuvendin. Ata që vinë, por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë. Për bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit, politikisht është sjellje e papërgjegjshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës, me qenë se pika 128 e aktgjykimit gjykatës kushtetuese nga 26 gushti vitit 2014 thotë që të gjithë, përkatësisht secili deputet, duhet të votoj për, kundër apo abstenim, sepse konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm e mazhorancës, vetëm e fituesit të zgjedhjeve, por të gjithëve. Pasi që ta konstituojmë kuvendin, atëherë përgjegjësia ime do të jetë formimi i qeverisë së re. Deri në qeverinë e re e kemi këtë qeveri në detyrë. Andaj u bëj thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të marrin pjesë në votim dhe me që e provuam votimin e hapur, le ta provojmë edhe votimin e fshehtë, sepse asisoj e parasheh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014. Rruga për të dalur nga ajo që po quhet ngërsh në mënyrë të popularizuar është e qartë, vetëm se duhet vullnet për të ecur në atë rrugë. Në rast që gjykata kushtetuese vendos kundër votimit fshehtë, a do ta ndryshoni emrin Albin Hadi? Ne e respektojmë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, por duhet ta kemi një herë atë.